Mirë dita miqtë e mi të YouTube-it. Sot do t'ju tregoj një dy centro të pajës time. Them të pajës time sepse i kam bërë që kur të përpara punoheshin, para se të joshin punonin e bënin në pajën. Atëre, kjo centro është përmes tavoline, është e madhe. E kam palosur që këtu, i kam vestit lave. Por është edhe që ke grisur, është vjetruar fia e peut. Po është një centro shumë e bukur. E punuar me grep dhe e punuar me fije të hollë. Që ose i bani mend mosha ime, me ja kanë qenë ato fije 25 lekë. Do me thënë, kjo centro ka 23 vjetë. 24 fare, 24 vjetë që është bërë. I kam ruajtur. Edhe kjo, prap është një centro e pajës. Kjo ishte për komon me 2 komedina. Por këtë centro unë ja kam falë motrës. Por kur rregoja komonin më dolën këto të dyja të komedinave. Edhe kjo të njohë se nga të ndënjur ato marrë edhe nga një njohë. Edhe kjo 23 vjetë, 24 vjetë edhe kjo centro. Janë modelet bukura. Kurse këto i pata bërë për gota, kur vjen tabaka që mos bësh pis tabakaja. Edhe ky shumë i bukur, një model shumë i bukur kur doli atëre. Kjo ishte për komplet. E kjo komplet dhome. Është shumë i bukur. Tash mos i shikoni kështu se unë nuk i kam e kurosur, vetëm sa i lava dhe i hapa kështu në tavolin që të thaheshin. Se u zakonisht këto kur i ngri me vinavil. Ose vinovil që mund t'i thonë. Unë tani këto i bëte tavolina e telefonit. Ja modele të mbukura. Unë kam pa ato plot, ato po dhe i kam falur, se kam bërë të tjera, të reja për shembull, edhe i kam dhunësuar me të reja. Por këto i mbajta vetëm për model, për t'i treguar punën që i bënim ne më përpara. Nuk e di, mosha ime për shumë atëherë ka punuar shumë me grep. Unë shikoj dhe tash që në kanalin e YouTube-it, mosha që më ndjek shumë është mosha 25-35 dhe 55-65. E thash, ti ndaj me juve këto, t'ja u tregoja. Kam dhe një model tjetër që i thoshim pas i reze djedhë, por nuk më shfar akoma kjo, në qofse mund t'ja shikoni kështu. Edhe kjo, e njëjta gjë t'avo këtu. Është i ke lagur, prandaj është kështu. Edhe këta e pata bërë për komplet dhome. Këto modelet që i pat janë të punuar me fije 25. Ka qenë më përpara në kohën time. Fija hoqë që përdore gjithmonë vetëm për grep. Ka pas edhe fije tjetër 13 lekëshe, por kjo 25 e që shumë kur bënë në këto centrot. Thash me ti nxora nga bufeja, thash ti shikojnë, dhe me thonë, modele që ose u pëlqenë edhe mund t'i merrni për model. Janë modelet thjeshta. Ky po që është pak i vështirë ky modeli, nuk e di, por mua ka qenë gjithmonë i vështirë ky modeli. Por megjithatë arrita ta bëja. Pra kjo ishte edhe video që doja t'ju tregoja, t'ju prezantoja pulimet e mia të vjetra, 44 vjeçare, modelet e pajës.